Nëse pyetja është se si është vlerësuar në aspektin institucional, atëherë duket që është më e zbet në kuptimin nga që nuk ka ndonjë organizim, themi kështu, nga qeveria e Kosovës apo institucionet e tjera, të cilat e festojnë festën e flamurit. Ne ende sot nuk e kemi parë kryeministrin në detyrë të Kosovës, zotin Albin Kurti, nëse ndodhet në ndonjë manifestim, nga që kemi parë që në Prekaz atje ku jënë bërë homazhe tek familja Jashari, nga që sot është edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jasharit, paktën në vazhdimsi kështu është përfolur dhe janë bërë homazhe tek heroi dhe familja e tij. Në Prekaz kanë qenë një pjesë e madhe e kabinetit në detyrë qeveritar dhe disa prej deputetëve që ishin të kësaj legjislature të shkurtë të Kuvendit të Kosovës, e po ashtu atje ka qenë edhe vetë kryetari i Kuvendit të Kosovës, zoti Dimal Basha, ku janë vendosur edhe kurora lulesh. Në ndërkohë, sot në gjithë Kosovën ka pasur festë kështu nga qytetarët, të cilët kanë pasur organizime, qoftë në vizitat në Prekaz apo qoftë edhe tek pjesa tjetër e herojve dhe dëshmorëve të cilët kanë rënë për luftën për lirinë e Kosovës.